Mbrëmja e së dielës ishte tragjike për 19 vjeçarin A.Z. nga Vushtria, i cili u qellua për vdekje me armë zjarri nga një bashkëmoshatar. Motivet ende nuk dihen. Një ditë pas tragjedisë, nga vendi i ngjarjes janë larguar tashmë edhe shenjat e gjakut të viktimës, ndërkaq i dyshuari sot ka pranuar në polici se e ka kryer vrasjen. Për motivet nuk din gjë as familjarët e viktimës, të cilët të hënën hapën të pamën. Xhaxhai i 19 vjeçarit thot se nipi i tij nuk kishte telashe me askënd. As nuk e dim kush është, as tek është, as s'ka kohë, as pse ka ndodhur. Mor djali pe pune ka hongër dorë, ka hongër iftar, në të vërtet. Ka hongër iftar të shtëpia, ka dalë sikur këta tritë që po dalin tash. Mas iftari me shoqëni, me kolegë, edhe ka përfunduar çaja. Veç kur na kanë thirrë policia në telefon, qështu kemi shku në emergjencë Vushtre. Prokuroria Themelore në Mitrovic ka kërkuar caktimin e paraburgimit për të pandehurin B.D. I pandehuri B.D. me datë 23 mars 2025 rreth orës 20:30 minuta në rrugën Galep Badivuku në Vushtre me dashje privon nga jeta viktimen me iniciale A.Z, ashtu që me armën e zjarrit tip pistolet e gjuan dhe e godet së paku 3 herë në trup, ku viktima si pasojë e plagëve të marra nga arma e zjarrit ndron jetë në repartin e emergjencës në spitalin e Vushtrisë. Seanca për caktimin e paraburgimit për të pandehurin do të mbahet në gjykatën themelore në Mitrovic.